Këtë vend nuk hidhet dot një hap për të ecur përpara, pa u hapur një sherr për të kthyer mbrapa. Ashtu si kundra ajo rrugë më mësoi se shumica e heshtur është gjithnjë me hapin që hidhet përpara, asnjëherë me sherrin e zhurmshëm për të kthyer mbrapa. Dhe që atëhere më flet gjithmonë në vesh vazhdimisht Fajkonica. Bëj durim se shqiptari e ka zakon që kundërshton përpara se të marrë vesh. Kur më pas morëm mandatin e asaj shumice për të rilindur Shqipërinë e zhytur në pislëk, në gropa, në borxhe, në cepin e përbuzjes dhe shpërfilljes ndërkombëtare, dy nga vendimet e pare që morëm në tryezën e qeverisë tamam në ditën e betimit ishin vendosja e fotografisë së atit Shqipërisë Shtet, Ismail Qemalit, në vend fotografive të presidentëve që ve e vinin, si edhe ndalimi i importit të plerave. Me fjalë tjera, ne u përcaktuam edhe simbolikisht si një forcë në shërbim të misionit për t'i dhënë dinjitetin e humbur Shqipërisë dhe shtetit saj dhe u angazhuam konkretisht në një veprimtari të pandalur për të rivendosur ekuilibrin e humbur të njerëzve me Shqipërinë. Ndalimin e importit të plerave dhe heqjen e maleve të mbetjeve të grumbulluara kudo ku hidhje syt e pasuan mëtej edhe dy vendime tjera që u kontestuan nga i pakic e zhurmshme. Ndalimi i prerjes pyjeve për 10 vjet dhe ndalimi i gjuetisë për 10 vjet. Dy moratoriume që kanë krijuar sot dy pamje krejt të ndryshme të Shqipërisë asaj kohe, kur në përpyje gjinkallat ishin zëvendësuar nga sharrat elektrike, ndërsa shpendët dhe kafshët shfaroseshin nga turizmi barbar i gjahtarëve të huaj, të cilët futeshin në vendin ton si tufa çakesh me dy këmbë për të bërë masakra që në Europë as nuk janë imagjinuar dot shekullin parë. Ishim ne që pastaj kryem regjistrimin në kadastër të 1.3 milion hektar pyje. Mbi mesataren e Bashkimit Evropian është kjo sasi. Ishim ne që përmes moratoriumeve 10 vjeçare të gjuetisë dhe pyjeve mundësuam disa fishimin e popullatës së shpendëve të egër, çka e tregon dhe censusi që bëhet çdo vit në mënyrë të rregullt. Flitet të kohë pa pushim, pa karar për zonat e mbrojtura. Kjo është gjë e mirë. Por çfarë nuk është as pak e mirë? Nuk është thjesht fakti që harrohet se ligjin e parë me standarde europiane të zonat mbrojtura e bëri qeveria e Partisë Socialiste në mandatin tonë të parë. Deri në 2017 Shqipëria nuk kishte ligj për zonat e mbrojtura, po vepronte me ca rregullore. Ishim ne që gjatë mandatit 2 dhe 3 e kemi çuar në thuajse 25% sipërfaqen e zonat mbrojtura të Republikës së Shqipërisë. Pra në Shqipëri 1/4 e territorit është zonë mbrojtur. Ishim ne që krijuam për herë të parë Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, një strukturë që është unikale në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe e bëm qysh në fillim të mandatit parë. Sot Shqipëria ka rrjetin më të zhvilluar të mbrojtjes në Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo është e mirënjohur dhe e lëvduar nga të gjitha organizatat ndërkombëtare. Shqipëria është i vetmi vend i rajonit me një administratë të shtrirë në të gjithë vendin për zonat e mbrojtura, ku kemi 12 parqe kombëtare, 20 parqe natyrore, 11 peizazhe të mbrojtura dhe mbi 700 monumente natyre. Ishim ne që i bllokuam
duzina e duzina leje të dhëna qorrazi mbi shtretin e lumenjve tanë, ku vetëm në lumin magjik të Valbonës kemi ndaluar ndërtimin e plot 9 hidrocentraleve. 9. Fakti është se për shpalljen e Vjosës park kombëtar, bashkë me degët e veta Drino, Bënqa, Shushica, plot 12.000 hektar, kemi anulluar 40 kontrata hidrocentralesh. 40. Dhe për djeni në Greqin, Fqinje dhe Mike, ku ndodhen 70 km dhe parë të Vjosës, nuk i është dhënë lumit të fundit egur në Europë një mbrojtje kaq e fortë si që kemi dhënë ne në Vjosën, që jo vetëm e shpëtuam nga hidrocentralet, duke shpallur park kombëtar, mu ashtu si që ishim zotuar në programin tonë. Po ndërkohë, sot e gjithë ditën, jemi ende në një betej fyt për fyt, me një kriminal, që u bë heroi i opozitarëve tanë, kur me demek i mori Shqipërisë 110 milion euro në arbitrazh, dhe kur opozitarët tanë, ata të vjetrit dhe ata të rinjt, shpërndanin përpara zgjedhjeve në të gjitha makinat në përgjama dhe në për shtëpi fletushkën se ikën 110 milion